Ilir Vrenozi, një nga ish-banorët më të komentuar të këtij edicioni të 5 të Big Brother VIP, i ftuar në një studio televizive, zbuloi se pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, është kontaktuar nga disa figura të njohura të politikës shqiptare. Vrenozi tregoi se dy deputatë, Ervin Saljani dhe Bujar Leskaj, e kanë telefonuar personalisht për ta përgëzuar për qëndrimin dhe sjelljen e tij gjatë qëndrimit në reality show. Sipas ish-banorit të Big Brother VIP, telefonatat kanë qenë të drejtpërdrejta dhe mbështetëse, duke i dhënë komplimente për mënyrën se si u përball me situatat dhe debatet në shtëpi. Vrenozi tregoi po ashtu se ka folur edhe me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Me Berishën kanë folur, po me Ramën s'kam lidhje. Ervin Saljani dhe Bujar Leskaj më kanë marrë në telefon, po ashtu edhe Muslim Murizi. Më komplimentuan, më thanë bravo, bravo, u shpreh Vrenozi gjatë bisedës në studio, duke shtuar se ishte i surprizuar nga ky interes dhe vlerësim nga figura politike. Për kraje e hapur nga deputetët e njohur, shihet si një tjetër dëshmi e popularitetit që Vrenozi arriti të fitojë gjatë eksperiencës së tij në Big Brother VIP. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të përqeni videot dhe të lini komentin tuaj.